po e përsëris për disatën herë që këto ju I keni thënë në bisedat tona që në vitin e dytë ai do merret me Ballkanin. Edhe prisni 24 muaj, afati 24 mujor. Domethënë nuk është se unë këto po e them për t'ju bërë qefin ju, po këto janë të dokumentuara në biseda që ne kemi zhvilluar. Janë në YouTube gjitha. Jo, aty janë, por është e nevojshme rikthimi I memorjes. Pse? Sepse kjo që do ju them unë tani, në vlerësojeni atë të cilën në vlerësojnë. Qeshni, qani, bën çfarë do doni, po unë do ta them, po një sekond. Ati rikujtoj atyre që kam respekt që më ndjekin vazhdimisht, edhe ata të cilët duan të ndjek, po të ndjek të paktën të kuptojnë çfarë po I them. Jemi në një moment dhe një situatë kur kërkohet vigjilencë maksimale, si për heqjen e non-gratës, kanë një problem me syrin, si me protestën, sepse këtu pozicionohet një fush betej për plasjesh dhe nuk dua ta heq këtë fjali. Dhe këtu tek ty kam thënë për plasje. Pushteti ekzekutiv, pushteti gjyqësor, pushteti legislativ, pushteti ekonomik. Dylber, pushteti legislativ u përplas me pushtetin që themin e gjyqësor, po me gjykatën kushtetuese dhe me GKK-n, pati një përplasje. Pushteti legislativ. Pra po mbetet për ta ngela duket konfirmuar avokat, tani se për shikuesit del sikur po ju bëj qefin po në Jo, nuk ka, jo thjesht po jo se nuk ka rëndësi për këtë. Përpara se të nisë legjislatura, ju e keni thënë që përpara se të nisë që kjo legjislaturë do ta ketë betejën në derën e gjykatës kushtetuese. Edhe atje kanë përfunduar të gjitha, akoma janë atje. Tani, jo dua të them përplasjen. Ekzekutivi u përplas me SPAK-un, që edhe me GKK-n që është pjesë e gjyqësorit në tërësi. Po ju ndjek. Pushteti gjyqësor është përplasur me ekzekutivin dhe me legislativin. Po legislativi përfshin edhe opozitën, shi Berishën, shi Metën. Mirë. Po të kam thënë një pushtet që është I rëndësishëm për mua. Pushteti ekonomik. Ku po përplaset sot pushteti ekonomik? Në Zvërnec. Me kë? Me qeverin, me gjyqësorin, me legislativin, I përfaqësuar në aspektin gjithë përfshirës, me interesin qytetar që është ajo që ne themi ekonomia. Tani, jemi në fazën e një përplasje të madhe që po vion. Nuk duhet të nënkuptojmë të kjo përplasje me njëherë rënjën e Edi Ramës. Por mund ta quajmë, dhe kjo është sekreti, uljen e Edi Ramës. Në pozita të njëjta me Sali Berishën. Pra, Edi Rama nuk mund të thotë më jam një kryeministër që më don gjithë bota, sepse kundërshtarit I politik tani e tutje duhet I preferuar I gjithë botës. Po kujdes, sepse aty ndodh gjithë sekreti. Këtë kjo përplasje, Rama dhe Berisha do mundohen të dy bashkë të përfitojnë nga sheshi bulevardi Dëshmorët të Kombit. Por, ajo çfarë qytetarët duhet të fitojnë nga kjo betejë është që kërkesat e tyre, të drejtat e tyre të jenë raport në të vërtet pra me kërkesat të cilat duhet të realizohen. Dhe si realizohen këto? Përmes qeverisë teknike, kalimtare, apo një qeverie e cila vjen për shkak të një krize. Besoj e mbani mend qëndrimi I një qeverie teknike e cila ka dy kushte. Mos ma përmendish për qeverinë teknike, se doli dhe mbrëm njërin që po fliste, për atë keni fjalë. Jo, unë flas për veten time, se për të tjerë nuk flas. Qeveria teknike do dy ngjarje. Një krizë ekonomike, të cilën momentalisht nuk e kemi, por qytetarët e vuajnë vetë, e kuptojnë vetë situatën, dhe një krizë interesit kombëtar, që është integrimi I Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra, protesta kërkon detyrimisht qeveri kalimtare me garanci dhe kushte, e cila kërkohet
nga sheshi imponohet tek politikbërja. Për nga ana tjetër, kemi një gjë tjetër, shumë të rëndësishme. Integrimi Europian i Shqipërisë, pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk mund të realizohet. Sepse ke pa ndonjë investitor të hedh investimin e tij në det? Jo. Dhe vim këtu pikërisht tek fuqia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjithmonë në politikën e brendshme shqiptare. Dhe mos më dalin tani disa të tjerë thënë lera me Amerikën, Amerika kështu, Amerika kështu. Prit. I Amerika, se mos ta ngatrojmë. Yuri Kim, Parti Socialiste. Altin Dumani, Parti Socialiste. E kupton? Pozicionoi komunistat e komunistat dhe qytetarët e qytetarët. Mos bëni mix dhe ngatrim. Pra dua kujdesin këtu te kjo. Kush do vi në ditët dhe në muajt në vim? Muaj, hajde, dyshoj pa hajde, vendos muaj. Ambasadori i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ky ambasador do vi me konflikte? Jo. Ky ambasador do vi, merr lajmin që i thot: "Et, Sali, hajdeni këtu." Tani, Saliu do thot jo, se besoj. Avokat, për ta thënë më shkurt. Ora, si të Berishën pushtet heqja non gratës? Shiko, për mendimin tim nuk e sjell në pushtet. Po atëherë puna është që kjo çfarë ndryshon, është diçka vetëm për interesin e tij. Jo, është një betejë, një sekond. Është një betejë që u bë sikur është interesi i tij, po ishte një betejë që ndihmoi Partinë Socialiste në 2021 që në 2025 të marrë mandatin e 4. Sepse ju besoni që këto plane afat shkurtra, edhe një herë po ju them, pozicionohuni që çdo gjë që po lexojmë në veprimtarinë politike, ta lexojmë në mënyrë afat gjatë, kurse si në mënyrë afat shkurtër, sepse në rast se futeni dhe bën një lexim në mënyrë pra ose në kohë afat shkurtër, sigurisht që nuk merr atë që ne themi mesazhin, impaktin. Në rast se unë nuk thoya që Yuri Kim është një shërbëtore e Partisë Socialiste dhe mund të thosha diçka tjetër për atë, dikush do të thoshte po ky po bën Saliu, pra diçka personale. Po jo, sepse unë nuk kandidova në zgjedhjet e 2025-ën, as me PD-n, po as me asnjë parti. Pra nuk kisha një interes. Pse e thoja këtë? Ishte një dëm për mua. Avokat. Por ama, kur iku Yuri Kim, çau bë? Administratore e tigrave që janë në Vlorë, që paguajnë të gjithë qytetarët shqiptar, si ata që më shanin kur unë thoja të vërtetën, si dhe ata të cilët më mbështetëshin për shkak të asaj që thoja të vërtetën. Pra, nuk kemi të bëjmë me interes. Nuk kemi të bëjmë pse Saliu fitoi një betejë tjetër. Po pikrisht sepse Edi Rama përdori të huajt, sepse ne e dim shumë mirë në ADN-n shqiptar që vdesin që të huajt të na kenë në agjendë dhe të ne themi që kemi amerikanë, kemi europianë, kemi italianët. Ju nuk e keni parë pse Rama gjunizohet përpara italianit dhe nuk gjunizohet përpara grekut. Avokat. Pra, pse u gjunizu Rama përpara Melonit? Avokat. Sepse pikërisht Rama kishte një interes, Trumpin. Tani do gjunizohet mo apo jo? Tani ju thatë kishte një interes Trumpin, po më shumë nga Trumpi deri tani ka fituar Berisha më saktë. Tani për prapaskenat mund të diskutojmë, avokat. Kjo non grata erdhi si pasojë e lobimit nga, si a thoshte emri atij, Rama emrin atij, Latifi, pra Kris Lativita, erdhi si pasojë e një politike më të gjerë të administratës Trump për heqjen e non gratave, dizenjimeve të atyre që kishte vendosur administrata Biden? Apo si mund ta shpjegojmë për çfarë erdhi? Si erdhi kjo? Rrufën qell hapur kjo serri besoj. Edhe një herë, unë ju kam thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe linja Trump ka një politikë serioze për të arritur objektivat e interesave të Shtetit